money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What is looking for? One more and more, people just want more and more freedom and love. What is looking for? Mind and senses purified. Mind and senses purified. Mind and senses purified. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. More and more, people just want more and more freedom and love. What is living for? More and more, people just want more and more freedom and love. What is living for? Ambient fantastik basketbollistik në Sezai Surojnë e zjarrt në ndeshjen e tretë finale të play-offit Pro Credit Superligës ndërmjet Bashkimit dhe Trepçës. Pjesa e parë, Bashkimi 32 Trepça 37, aktualisht seria e barabartë 1-1 me një total plotësisht të niveluar të koshaverazhit 156 me 156 nga dy ndeshjet e para, po shihni edhe statistikat e pjesës së parë, një dominim i lehtë i Trepçës në çerekun e dytë në veçanti. Pati Trepça në start të çerekut të tretë, pra pas 5 minutave të para e ngriti avantazhin në 19 me 29, në 10 pike përsikur kishin mbetur edhe saktësisht 5 minuta lojë në këtë çerek, mirë po fal një serie prej 10-2, të cilën e nisi pikërisht ky njeri, Gjevoj McInnes, arma kryesore e Bashkimit. Rezultati u afrua në 28 me 30, megjithatë ishte Junior Maduti me treshën e tij, ai i cili e ngriti rezultatin në 5 pike përsi dhe fillon pjesa e dytë. Opa, atje mbrojtje e mire të Mushiqit e vjedh këtë top kundër sulmi shpejt. Maduti vetmuar tenton edhe treshën e realizon. I hatashëm sonte faktori X të Trepça është Junior Maduti, 11 pikë të tij, koshashënuesi më i mirë, treshja e tretë e Junior Madutit për 32 me 40. Tentimi Lejson Zeqirit për të përgjegj atje. Ja vjedh këtë top të Mushiqi Bunjakut. Cotton, lëvizje bukur mashtruese i shmangët Smithit, Hajrizi. Për Madutin, Myers del jashtë atje për t'i ndihmu Cottonit me pick and roll. Cotton depërton derën në fund, nuk realizon. McInnes më i larti në kërcim në anën tjetër diagonalet e Williamsit, luan me mendova që me këm, por jo ishte personale e Mikajlet Mushiqit. Personalja e dytë e Mikajlet Mushiqit. 32 me 40 plus 8 përsia më lartë e Trepçës plus 10 në pjesën e parë në minutën e 15. Williams, aj, nuk merën vesh atje, edhe një topi humbur, është ky topi i 6 i humbur i Bashkimit, por adhurues të basketbollit, ajo që me të vërtet ishte pike dopt e Bashkimit në pjesën e parë janë gjuajtjet e lira të huqura, 9 gjuajtje të lira i ka huqur Bashkimi, 23 tentime, 14 herë kanë realizu, çka është shumë në një finale si kjo. Madut për të Mushiqin i cili tenton edhe treshën e realizon, 2 treshe të një pas njëshme, time out nga
Jankovici me një herë 11 pike përsi. Pas kësaj treshe nga Mikajlet Mushici. 0-6 që në start. 2 treshe të një pas njëshme nga Madut dhe Mikajlet Mushici. A Maduti i vetmuar, valoni ishte shumë larg. Junior Madutit, asistimi Kotonit. E më pas në aksionin tjetër ishte Mikajlet Mushici në asistim të Madutit. Nuk e qoj poshtë këtë pasim të mirë të Madutit. Mikajlet Mushici ish lojtar i bashkimit, njëri për njerëzve më të merituar që bashkimi në edicionin 2017-18 u kurorzua me titullin kampion për herë të parë në histori të klubit. Jemi të folë pas pavarësimit të basketbolit kosovar në edicionin 1991-92. Mikajlet Mushici thash për 9 vjetë sa është në Kosovë, me 4 klube kosovari ka 14 trofe, nërsa ky njeri Driloni i ka për 17-15 trofe me 3 klube kosovare. Trepqën natyrisht me Sigal Prishtinën dhe me Peën ishte pjesë edhe e bashkimit në edicionin 2018-19. Sonte 2 ish lojtar Mushici dhe Driloni kundër skuadrës së tyre në betejë për titull kampioni. Myers dhe McInnes, një duel jashtëzakonisht i madh, tenton McInnes, e pengon Myersi. E kanë mësuar mësimin e tyre në pjesën e parë, pas atij faulli. Faulli jo sportiv, diçka më të qetë në përballjet e tyre direkte. Myers dhe McInnes. Ufa, për pak sa nuk e vjedhë këtë top edhe 6 sekonda. Madut shkon, ja kthen topin Drilonit, i cili tenton dhe treshën prej çfarë pozite realizon, 3 treshe rën. 46 me 32, 14 pike përsi. E përsia më e lartë e Trepqës në këtë seri, finale në përgjithësi. Lejsoni nga një pozitë e vështirë, luftojnë atje McInnes dhe Myers. Shmangët atje Myers prinsingut. Dominim 9-0 në këto 2 minuta 40 sekundat e para. Mac Smith, Myers i bën blok, Cotton depërton për Drilonin. Driloni, lëvizje mashtruese ti, tenton, nuk realizon topi hynë e del. Lejsoni ishte më i larti në kërcim, 3 minuta loj gati. Është faulli të Mushicit, personalja e tretë e Mikailes. Përlohët atje me Drilonin, pse nuk më ndihmove. E shkon të Adisi dhe i thoti i shkaktova 3 faula. Me njëherë kërkon edhe vetë Mushici ndrimin, Tuna inkuadro 3 personale i ka të Mushici. I bëri 2 faula ekspres, pasi në mbrojtje po luan mirë, por nuk ka ndim. E vjedh të top Junior Maduti, depërton dhe realizon për 32 me 48, 11 me 0 në start të qereku të tretë, një seri shpërthyese mysafirve. Edhe një mbrojtje e mirë Madut, Myers Madut. Gati fauli Bunjakut ndaj Kotonit. Personalja e tretë, Valion Bunjakut. Dominim absolut tani i Mitrovicasve në start të qereku të tretë, 11 me 0, 3 treshe resht. Pas seris të cilin e filloj Madut, e vazhdojt Mushici, më pas Hajrizi, dhe në fund Madut e mbylli me atë depërtim top të vjedhur dhe depërtim Koton për Madutin, i cili tenton edhe njëherë me 3 pik, nuk realizon McInnes më i larti, por Madut e kërcen. Shikoni atje gështenjën se si nevrikosët nuk po i mbyllin mirë lojtarët në mbrojtje. Driloni, një mismatch atje, Driloni e kthen topin të Tuna, lëvizje mashtruese Tunës për Drilonin, 2 sekonda, dhe
Ka përfunduar, ka skaduar si duket koha për këte. Në duke që ishte faul, jo. Ka skaduar koha, thot referi kryesorin ndeshjes Mehmet Shahini, 32-48. 4 minuta e 15 sekonda loj, nuk ka shënim nga Bashkimi dhe agjërimin e përfundon Valjon Bunjaku. Shënimi i parë pas 4 minuta e gjysmë loj nga Valjoni për 34-48, plus 16 ishte përsia maksimale. Koton realizon për të rikthyer plus 16-shin. Një bashkim i fjetur në fillim të çerekut të tretë. Bunjaku për ballë ka Maduti, një mbrojtje fenomenale. Madutit me të vërtet sonte ishte joker dhe ai faktori X. Ufa, çfarë blokade e Majersit kundër sulmi shpejt. 3-2. Koton për Tunën në kënd. Tuna nuk ngutet. Eduard Troketa t'ja Adis Beqiragishi Tunën që nuk gjuajti dhe shkoj me sulm të gjatë. Edhe 8 sekonda. Koton vendos që të gjuan, nuk realizon. Dhe edhe njëherë Valjon Bunjaku, personale e Tunës ndaj Valjonit, me të vërtet me këto kërcimet qoftë në sulm apo në mbrojtje, Valjon Bunjaku është i pazavendësueshëm. Sonte me 9 pikët e realizuara, Valjoni është lojtari kryesor, i ka dhe 3 kërcime. Mirë po mungon kontributi i lojtarëve tjerë. McInnes i heshtur, edhe Mac Smith i heshtur, Cobbs i heshtur. Wendell Green nuk po luan për shkak të lëndimit. Bunjaku depërton për mrekulli dhe mbi kapitin e ngulit. Po. E që monton koshin atje edhe njëherë McInnes për 36-51. Koton, bukur të Maduti, i lëvizshëm është Madut, Dardan Kapiti, me një dorë atje në asistim të Madutit për 36-53. Tani kjo është e përsia më e lartë prej plus 17. Një dominim absolut i Trepçës në çerekun e tretë. Madut, thash edhe njëherë, është ai jokeri, lojtari, faktori X, fauli pikrish Madutit ndaj Valjon Bunjakut. Luten 2 gjuajtje të lira. Largohet Junior Madut, personalja e dytë e tij fantastik, unë ngrit nga banka rezervë dhe realizoj 13 pik Junior Maduti, i cili përveç 13 pikve ka edhe 5 kërcime, 4 asistime dhe 2 topa të vjedhur, pa e humbur asnjë të vetëm dhe indeksin fenomenal prej plus 20, ndërsa i vetmi i cili po mbahet në këmbë në çerekun e tretë të Bashkimi është Valjon Bunjaku, 38 me 53 lojtari, i parë dhe i vetëm të Bashkimi me pik 2 shifrore 11 cosh, në fakt më falni edhe McInnes i ka 10, po ndaj Kapitit. Eric Cobbs, personalja e parë, 2 gjuajtje të lira do t'i ketë Dardan Kapiti. Herën e parë është i pasagt Dardani. Ka probleme me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira, si vjet vetëm 50% efikasitetit, i mbetet besnik përqindjes së tij, 38 me 54, 16 pik, 3-25 deri në fund të çerekut të tretë të finales së tretë.
së bashkimit dhe Trepçës. Bashkimi në kërkim, të shohim faulli kujt i Kotonit ndaj Lejson Zeqirit. Është bashkimi në kërkim të titullit të dytë në histori. Pas atij të fituar në vitin 2018, ndërsa Trepça në kërkim të titullit të 6. 5 titull të fituar të Trepçës, kampionja aktuale po e mbron titullin e fituar vitin e kaluar, kur në finale u ndesh me Golden Eagle Yllin. Lejsoni herën e dytë i sakt, do të kemi ndrim Drilon Hajrizi në vend të Batën Tunës. Trepça 3 vite rresht ishte në finale, 22-ën unë poshtë nga Golden Eagle Ylli, 23-ën nga Peja në atë ndeshjen antologjike të 5 në sekondat e fundit nga Brad Waldo. Ndërsa vjet po ashtu në ndeshjen e 5 u ndesh me Yllin në sekondat e fundit, pra me 1 pikë dallim e fitoi titullin e parë pas 12 vjetëve. Sami Hunter bukur për Greenin, Green te Kotoni, Kotoni tenton, nuk realizon, më i larti në kërcim është Williams për Bunjakun. McInnes i vetmuar mbeti atje, McInnes shumë larg ishte ti Dardan Kapiti. Adis Beqiragishi ankohet atje në faul. 41-54. Rezultati më i lartë ishte ai prej 17 pikëve, 36 me 53, pak më herët pas atij asistimit të Junior Madutit për Dardan Kapitin, kur kishin mbetur 4 minuta lojë në këtë çerek. E më pas Valon Bunjaku me 2 gjuajtje të lira dhe Lejson Zeqiri me 1 gjuajtje të lira afruan rezultatin 39-54, para se McInnes në asistin të Bunjaku të realizante për të detyruar Adis Beqiragishin që të kërkon time-out. Beqiragishi, pra ju thash, është definitivisht trajneri më i suksesshëm i huaj po se po, por në përgjithësi ka 12 trofe të fituar në Kosovë për këto 5 vjet me 3 klube. Me Pejën e fitoi kupën, ju kujtohet, në edicionin 2020 i cili u ndërprej për shkak të Covidit. Pastaj 2021-23 dominoi me Golden Eagle Yllin, duke fituar 4 trofe. E më pas edhe me Trepçën, i fitoi 7 trofe, 3 herë trajneri vitit, 2021, 22, 24. Aktualisht selektori i Bosnës dhe Hercegovinës, i cili e kualifikoi në Eurobasket. Green atje, lufton, depërton, mirë po McInnes është e veni, Lejson Zeqiri. Faul atje ndaj Lejson Zeqirit i Drilon Hajrizit, i cili ankohet atje, proteston, thot ishte blokad, nuk ishte faul, të shohim. Është ky rasti, Driloni nuk pajtohet me këtë vendim. Mirë po, referët Mehmet Shahini dhe Tolga Edisi ishin afër. 42-54. Edhe njëherë do të përsëritet për shkak të hyrjes më herët të Hunterit në brëndi të drejtë këndshit apo zonës së lyer, si të doni. Edhe herën e dytë e huq, 42-54.
54, mbetet 12 pike përsi për mysafirët. Një prej dy gjatjeve të lira i realizon. Driloni me tentim për 3 pikë dhe edhe një treshe për sëri e Drilonit për 42 me 57 e rikthem plus 15-shin Drilon Hajrizi. Pika ti e 9, treshja e 3. Të gjitha pikët i ka realizuar Driloni përmes tresheve. 50% i sakt për 3 pikë, nga 6 tentime 3 treshe. Balon Bunjaku me kërcim edhe njëherë, vi vetë mu orshëm, lufta rak, Drilon Hajrizi, veterani Mitrovicas, fauli Balon Bunjakut ndaj Greenit. Tridhjetë 4 vjeçari Drilon Hajrizi, njeriu i cili është ikon dhe lojtari më i suksesshëm i gjitha kohëve, më i trofeshëm i gjitha kohëve i skuadrës Mitrovicase. Drilon Hajrizi me kthimin e tij dhe ardhjen e kryesisë re në krye me vullnet Sefan dhe lindrit Nisinin, me të vërtet ndodhi një renesans e basketbollit Mitrovicas. Nga ana e kundërt atje Junior Maduti e rikthene përsin maksimale prej 17 pikëve, 42 me 59. Kërkojnë mbrojtje më agresive. Adis Beqiragishi dhe ndihmësi i tij Ibrahim Veseli depërton atje, realizon dhe ndalet në mënyrë të paljuar, po si duket e ka lënduar këmbën atje Dirk Williams. E mbulon fytyrën për shkak të dhimbjeve, a ka ngërç? Nuk po e shohim këtu se çka ka ndodhur. Ka ateruar keq atje Maduti. Më falni, Dirk Williams, jo Maduti, si isha duke shikuar Madutin dhe komunikimin e tij me Ibrahim Veselin. Si duket nuk është asgjë serioze me Dirk Williamsin, i cili depërton, realizon dhe ndalet në mënyrë të palejuar. 1 minutë e 11 sekonda para se të mbyllet qereku i tretë, ku definitivisht Trepça dominoi absolutisht 44 me 59 rezultati aktual në 2 raste përsia maksimale për 17 pikëve, të cilën e zbut Dirk Williams, i cili duhet të largohet në vend të tij Max Smith. (45 me 59), 13 me 22 është rezultati aktual në këtë qerek. Green i bën blok atje Drilon Hajrizi. Hunter tërhiqet, ditë të qëlloj për 3 pike dhe Hunteri, por Green vendoset të gjuaj vet nga maja e drejt kantrit atje për të rikthyer plus 16-shin. McInnes e ka Meriton Ismailin për herë të parë sonte, Meritoni në lojë. E fauli Drilon, apo jo, ka shkelur vin atje Meriton Ismaili. 45 me 61 edhe një herë. Po. E pas ka shkelur vin Meritoni. Morina është pranë Greenit. Driloni për Dardanin. Fauli Altinit. E pranon atje kapiteni. Madut e ka përballë Meriton Ismailin. Drilon Hajrizi edhe një herë për 3 pikë, sa radhe nuk realizon. McInnes më i larti në kërcim, Altin Morina.
e rëmbën këtë top, deporton deri në fund e kthente McInnes, por pasimi i dopt McInnes e në sekondat e fundit atje, tenton, nuk realizon, çereku i tretë mbyllet me rezultat 45 me 61, 16 pike përsi, një çerek i tretë absolutisht dominuesi mysafirëve, 13 me 24, një zgjim nga gjumi, sidomos i Drilonit dhe Michael Greenit, dërsa as do fjalë pra Junior Maduti, ky njeri Ungrit nga banka rezerv, thonë për 19 minuta loj i realizoi 15 pik, 5 kërcime, 4 asistime, 2 topa të vjedhur me indeks prej plus 22. Junior Maduti është shtylla kryesore, ai elementi, faktori X, elementi i panjohur për trajnerin Sasha Jankovicin, e ruajti për këtë ndeshje Adis Beqiragici. Në çdo ndeshje Adisi e ka nga një atu të cilën e nxjerr nga mënga dhe befason kolegun e tij Sasha Jankovicin. Me të vërtet, si vjet thash, kjo është përballja e 8 ndërmjet këtyre dy skuadrave si vjet. Pra, 4 herë janë takuar si vjet në Super League, 2-2 në Kupën e Kosovës në finale. Kishte fituar Trepça dhe ka ngritur Kupën për herë të 4-3, ndërsa në finale të play-offit janë barabart 1-1, po i shihni edhe statistikat e McInnesit. Si vjet Trepça Bashkimi u takuan 7 herë. Është interesant të themi se sa i përket titujve të kampionit Kosovës nga pavarësimi basketbollit ton vitin 91-92, ku edicioni si vetëm është i 31, pasi vitet 97-98 dhe 98-99 kampionati u suspendua për shkak të luftës Kosovë, e vitin 2019-20 e dini u suspendua për shkak të pandemisë me Covid. Trepça ka fitu 5 tituj dhe aktualisht mbron epitetin e kampionës nga edicioni kaluar, kurse Bashkimi e ka fitu vetëm një herë dhe atë në edicionin 2017-18. E sa i përket finaleve, deri tash Trepça ka qenë 8 herë në finale duke fitu 5, i ka humbur 3, kurse Bashkimi ka luajtur 3 finale duke fituar vetëm 1. Pra kjo finale si vjetme është për Trepçën e 9-ta në histori të basketbollit pavarur, kurse për Bashkimin është finale e 4 dhe fakti më interesant është se deri tash në 30 finalet e zhvilluara nga edicioni 91-92, Trepça dhe Bashkimi nuk janë taku asnjëherë në finale. Pra finalja së vjetme është sefte për këto dy ekipe, të cilat e përbëjnë 4-shën e madhe historike, pra edhe të cilat po luftojnë direkt për titull. 10 minutat vendimtare, Max Smith me top, Jankovici ka hedhur çdo gjë në parket tani, tenton përmes treshëve të afrohet. Altin Morina deporton atje, mbrojtje e mire Hunterit. Max Smith deporton, dalet në mënyrë të palejuar nga Dardan Kapiti, reagon atje Adis Beqiragici edhe Dardan Kapiti, Tolga Edisi, as që dënë të dëgjoj. Kotën do të inkuadrohet në loj në vend të Sami Hunterit, dërsa Kapiti ka shkaktuar personalën e tij të 4. Në vijnë e gjuajtjeve të lira, Max Smith i heshtur. I sonte Max Smith në ndeshjen e parë, në finalen e parë të zhvilluar të dielën e kaluar, ka shënuar 22 pikë me Greenin, dërsa sonte Green po mungon e Max Smith ka shënuar vetëm 5 pikë deri tash. Ja, edhe kjo huqe e tij afron rezultatin 46 me 61. Max Smith pran Greenit, dueli 2-3-shëve, mirë po vjen deri te ndrimi, Meritoni pran Greenit, i cili krijon hapësirë vetës dhe këtë e shfrytëzon për mrekulli për të ngritur e përsi në 18, pra kjo është e përsia më e lartë deri tash e Trepçës, e cila në pjesën e dytë po dominon absolutisht.
tenton të përgjigjet Lejson Zeqiri, kotën më i larti në kërcim. Po e vrem që opala, 2 treshe resht nga Michael Greeni, treti i linduri në Bronx të New Yorkut, playmakeri 24 vjeçari gjatë 180 cm që ka diplomu vitin e kaluar në Universitetin James Madison dhe i cili erdhi në Kosovë nga Euronikli Macedonas. Po. Eksplodon. Ngjajshëm ishte edhe në qerekun e tretë, pra në start e patëm atëserin prej 11-0, të cilën e kishte filluar Junior Maduti me treshe, pastaj e kishte vazhduar Tmurshiqi me treshe dhe treshen e 3-3 Drilon Hajrizi para se Maduti të realizonte atë deportimin e tij dhe serin prej 11-0, ndërsa një treshe tjetër më pas e kishte realizuar edhe Tekele Koton, e tash në këtë qerek, pra përsëri kemi bombardime për 3 pikë, kësaj radhe nga Michael Greeni, i cili shpërthen me 2-3 pikë rresht për epërsin më të lartë sonte prej 21 pikëve, e sonte me mbrojtjen fantastike, sidomos në qerekun e tretë dhe bombardimet për 3 pikë, ka befasuar Adis Beqiragiqi 12 treshe të Trepçës dhe tenton e realizon Lejson Zeqiri për të zbutur në 19-48 me 67. Shkon atje Junior Madut, deporton daljet në mënyrë të palejuar, do të jenë 2 zgjuajtje të lira për te. 80% është efikasiteti zgjuajtjeve të lira të Junior Madutit nga vija zgjuajtjeve të lira. Do ta shohim sonte sa do t'i realizon Junior Maduti. Herën e parë është i pasakt, mbetët me ato 15 pikët e realizuara, pak më herët pra e pam Junior Maduti në deportim, ndërsa sa radhe në 2 tentimet e para do të përsëritet si duket zgjuajtja e lirë, për shkak se Lejson Zeqiri si duket, apo jo, Lejson Zeqiri ishte me Kines, ai i cili u fut më herët në parket. Herën e dytë shënon, duke kthyer 20 pike përsi, 48 me 68. Junior Maduti natyrisht përshëndetet 16 pikë të tij, i hatashëm, definitivisht lojtari kryesor i Trepçës sonte, gjokeri i Adis Beqiragiqit. 20 pikë dallim edhe 8 minuta deri në sa bukur për mrekulli, asiston në thellësi e nguli Gjevoj McKinney. Çfarë asistimi nga Williamsi për 50 me 68. Edhe 7 minuta e 50 deri në fund. Green për Tmurshiqin, gabon atje Williams. E ndërpren këte, por e ka shkelur Vin. Edhe 8 sekonda për këte sulm. Green me top në sekundën e fundit, mbetet me top në dorë. E ngrit Myerson. Valion Bunjaku deporton deri në fund, bën slalom nga koshi në kosh, coast to coast. Valion Bunjaku, i vetmi që po lufton sonte. 13 pikë të tij,
në thellësi, aj, çka bon tani? Trilon Hajrizi dhe Dardan Kapiti, alley-oop për 52-70. Max Smith depërton në Brendi, ndalët me faul, nuk ka shënim. Tekele Koton ka shkaktuar faul, personalja e tretë e Kotonit. Kapiti, cili ka 4 personale, largohet nga loja edhe njëherë. Driloni dhe Kapiti, fantastik. E ngrit në lartësi, Trilon Hajrizi e ngulit Dardan Kapiti për 52-70. Në anën tjetër, Max Smith ndalet në vijën e gjuajtjeve të lira, do t'i ketë edhe 2 gjuajtje të lira, 4-3 aktualisht, vetëm 5 pikë, 3 prej të cilave i ka realizuar nga vija gjuajtjeve të lira. Pika e tij e 6, 4 nga penalet, pra ka vetëm një dyshe të realizuar Max Smith nga loja nga 7 tentime, 3-1 për 2 pikë, 4-0 për treshe, një natë katastrofale, lirish mund të themi për një lojtar si Max Smithi, cili është një ndër figurat kryesore të bashkimit 54-70, së bashku me Greenin, Wendell Greenin, që sonte po mungon është i lënduar. Të dielën e kaluar këtu në atë fitoren e parë të bashkimit ishin lider me nga 22 pikë. Green ndihmon atje Lejson Zeqiri, i shmangët presingut. Green shpejt lëviz topit, Mushiqi mbi të gjithë tenton dhe treshen e realizon Hamendët Amos Hyn dhe realizon Mikajlet Mushiqi. Është kjo pika e tij e 6, të dyja treshja e 13 e Trepçës. Vetëm 2 treshe i ka bashkimi adhurues të basketbollit. Ky është edhe dallimi sonte. Mushiqi, fauli Lejson Zeqirit. Është faul dhe të arrivan topin Mikajlet Mushiqi. Nga 28 tentime, 13 treshe të Trepçës, 14-2. Bashkimi i cili pashtu ka huqur 12 gjuajtje të lira, 34-22 dhe këtu edhe qëndron arsyeja e këtij disavantazhi të lartë Mushiqi për Kotonin. Lëvizin tani topin. Lëvizje mashtruese të Mushiqit për Trilon Hajrizin. Faul i lojtarit me numër 6 Valjon Bunjaku. Lëvizje bukur mashtruese, së pari atje Williamsin, pastaj Valjoni me këmbë e ndali në mënyrë të palejuar Mikajlet Mushiqin. Është ky fauli i 5 i Valjon Bunjakut, i cili duhet të largohet nga loja. Figura kryesore, 13 pikë, 5 asistime, 3 kërcime nga Bunjaku, i cili luftoi edhe në mbrojtje, për dallim për lojtarëve tjerë të cilët sonte ishin të heshtur, dhe atje depërton deri në fund dhe realizon Max Smith. Rëshqiti urzu atje, ta shohim çka ndodhi atje, edhe Lejsoni, erdhi për ta ndihmuar, por Rëshqiti edhe ai. 56-73. Në vijën e gjuajtjeve të lira do të jetë Max Smith. Është ky vetëm shënimi i dytë nga loja për të 9 pikë të Max Smithit. 2 herë ka shënuar nga 8 tentime nga loja Max Smith. 6-5 është nga vija gjuajtjeve të lira. 7-6, pra 6 nga 10 pikët e tij. Ja, shikoni se si shkoi për ta ndihmuar atje Lejsoni Smithin, por rëshqiti edhe vetë në vendin kur zua Max Smithin. 57-73, 16 pikë dallim, edhe 5 minuta gjysmë deri në fund. Madut është rikthyer në lojë, i duhet. Blokade Williamsit, fantastik aty. Altin Morina kundër sulmi shpejt. Max Smith pranë tij është Koton, tërhiqet mrapa për të mos shkatruar faul. Gabim në hapa nga Gjevoj McInnes sonte. Gjevoj McInnes
ka shënuar 14 pikë, 5 kërcime, 1 asistime, 1 top të vjedhur. Mirë po është disi i heshtur, nuk e ka atë energjin të cilin e ka pas në ndeshjet para prake. Cotton në sekundat e fundit i shmangët presingut, tani luajnë me sulme të gjata 5 minutat e fundit, po e kontrollon lojën dhe po e dominon absolutisht Trepça. Riloni për Madutin, Madut për Tmushishin, tenton në 100-at e fundit të sekundës, Myers lufton kërcim në sulm dhe realizon për 57 me 75, shifra të kthyer mbrapsht 5-7, 7-5, 18 pike përsi. E përsia më e lartë e Trepçës ishte ajo prej 21 pikëve në start të qereku të 4, pas atyre 2 tresheve të Greenit, të një pas njëshme, ku ngriti avantazhin në plus 21, aktualisht pra 57 me 75, ndërsa kanë mbetur edhe 4 minuta e 45 sekonda lojë, pa dyshim, po e përsëris edhe një herë, figura kryesore të skuadra mysafire është rezervisti Junior Maduti, reprezentuesi i Sudanit Jugor, i cili sonte ishte joker, pra ai X faktori pa njohur të cilin e nxorin nga mënga trajneri Adis Beqiragishi, 16 pikë, 5 kërcime, 4 asistime, 2 topa të vjedhur, pa e shkaktu asnjë, pa e humbur asnjë top Junior Maduti, 13 pikë i ka Michael Greeni, fantastik për treshe, playmakeri Mitrovicas, 3 tentime, 3 treshe të realizuara, 13 pike, 4 asistime. Myers i ka 10 pike, 8 kërcime pranë në double-doublit, ndërsa fenomenal është Terrell Cotton, Tekele Cotton, falni, edhe psi ka vetëm 3 pikë, bukur atje në thellësi, asistim nga Smithi për Zeqirin, 8 asistime të Cottonit, pra. Edhe një pressing fantastik atje nga Lejson Zeqiri, një top i humbur nga Tekele Cotton, falni, 59 me 75, një pressing tani all-in, po luan Sasha Jankovici, edhe Kopsi është në loj, në vend të McInnesit, Kops dhe Myers, 4 sekunda deri në fund, Kops realizon dhe rezultatin e afron në 14 kur ka mbetur edhe 4 minuta e 10 deri në fund. Cotton është fauli Altin Morinës, edhe pse Altini ankohet të referi Tolga Edis, thot se isha i tërhequr për shorce, ja këtu për këmbe, tregon Altin Morina. Personale e pest edhe e Altinit, largohet edhe Altin Morina, pra në mënyrë identike, sikurse në ndeshjen para prake kur probleme me personale kishin lojtarët 7 lartë të bashkimit, sonte presingun Adis Beqiragishi e vendosi në lojtarët 7 shkurt, në Altinin dhe në Valionin, të cilët u larguan, pra lojtari më i mirë të bashkimi Valion Bunjaku largohet për Valion Bunjaku është larguar tashmë. Opa, Dirk Williams bombardon dhe treshen e realizon dhe rezultatin në 64 me 77 e afron, kur kanë mbetur edhe 3-40 deri në fund. Po e vrem tani një nervoz të vogël të shtabit teknik i Trepçës me këtë zbutje të avantazhit. Myers depërton deri në fund. Kosh faul, një kosh shumë i rëndësishëm për Trepçën, për shkak se bashkimi arriti që nga 21 pikë të afroj rezultatin në vetëm 13, 64 me 77, mirë po pas këtij kosh fauli,
Myers e rikthen plus 15-shën, e ka dhe një gjuajtje të lirë. E realizon edhe gjuajtjen e të lirë për 64-80. Dhe për shkak të hedhjes gjësendeve në parket, ja, atje Izet Tahiri e largon Myersin. Kërkon referi të shohim për shkak të kësaj puthje, drejtuar publikut, u irritua publiku dhe filluan hedhjet e gjësendeve. Referi Mehmet Shahin kërkoj që të largohet atje. Ekipi apo vetëm time out kërkoj që të largohen apo të shohim. Nga palestra është larguar vetëm Michael Myers, një gjuajtje e lirë. Aha, është ndërshkuar me teknike Myers dhe duhet të largohet për shkak të asaj puthje dhe provokimit të Myersit publikut pas realizimit të gjuajtjes së lirë. Është ndërshkuar me teknike për shkak të provokimit të publikut, ndërsa në pjesën e parë e ka pas atë faullin jo sportiv ndaj McInnesit, prandaj është suspenduar, është përjashtuar nga loja Myers. 64-80, Trepça vazhdon pa Myersin. Është vrejtja për zbrazje të palestrës nga referi kryesor Mehmet Shahini. Smith, ti është Maduti, 3 minuta 22 sekonda loj deri në fund. Mbrojtje e mirë të Mushicit ndaj Dirk Williamsit. 3:18 deri në fund. Kotën për balli ka Meriton Ismailin. Në thellësi atje për Dardan Kapitin, i cili nuk realizon. Lejson Zeqiri, Kapiti ka 4 personale, e blokon atje Lejsonin Dardani. Zekici do të inkuadrohet në loj. Samiri luajti vetëm 3 minuta e 40 sekonda. Lejsoni largohet sonte, 12 pik nga Lejsoni. Asnjë treshë realizuar, 4-0, por 60% efikasiteti për 2 pik, 5-3. Williams kërkon hapësin për treshe, por mbrojtje e mire Madutit me të vërtet sonte ka luajtur fantastik. Dërsa Dirk Williams deporton, realizon rezultatin 66-80 e afron, e ka dhe një gjuajtje të lirë. Dardan Kapiti, personale, lojtari i parë me 5 personale të Trepça pas përjashtimit, suspendimit të Myersit për shkak të jo sportivës dhe teknikës. Nga 2 lojtarë të larguar të Bashkimi dhe Trepça. Bunjaku e Morina të Bashkimi, Myers dhe Kapiti të Trepça, 67-80. Driloni e ka përvojën natyrisht ndaj
Samir Zekiqit. Është 5 vjet më i vjetër. E shfrytëzon atë. E detyron që të shkakton personale. Herën e parë është i sakt Driloni për 67 me 81. Edhe 2:33 deri në fund. Realizon edhe herën e dytë. Rikthen plus 15, 2 minuta e gjysmë deri në fund. Smith. Zekiqi e ndihmon atje me Madutin. Driloni del atje për të ndihmu. Topi te Kopsi. Shpejt kthehen në mbrojtje lojtarët e Trepçës, mbrojtje mire tyne. E faulli tek edhe Kotonit. Personalja e 4 e Kotonit, i cili tash poshtu rrezikon largimin. Sonte deri në këto çaste Koton po luan me vetëm 5 pikë, mirë po i ka 9 asistime. Ishte sonte i disponuar për të shpërndarë topa. Kops realizon herën e parë për 68 me 82, 2 minuta e 15 sekonda loj. Edhe herën e dytë është i sakt. Për herë të tretë, brenda 2 minutave loj, afrohet rezultati në 13, ish mangën presingut, atje Madut nuk ngutet. Shkojnë me sulme të gjata, Koton thot larga uni dhe e thirr atje Sami Hanterin që t'i vjen në blok. Lëvizje bukur mashtruese e Kotonit, i cili të gjithë i mashtron nga ana e majt depërton, realizon është duke qaluar e rikthen plus 15 tek edhe Koton. Max Smith për Kopsin. Williams ndihmon atje. Mbrojtje mire Madutit, Hunter kishte ndihmuar, shkon në fund, tenton për 3 pikë Williams dhe nga prapa vjen Mikajlet Mushiqi për të marrë një kërcim jashtëzakonisht të rëndësishëm tani. 69 me 84, Trepça është në prag të bëj break, të përdorim terminologjinë e tenisit, pra pas disfatës të dielën e kaluar këtu, barazoi Serin Mitrovic dhe bëri break duke fituar. Definitivisht pra në këto 60 sekundat e fundit nuk ka shansa që ky bashkim dhe kjo e vendose edhe fitoren 69 me 86. Lirisht mund të konstatojmë, tani është në pyetje vetëm edhe përfundimi formal dhe se me çfarë rezultati do të mbyllet ky duel. Finalja e tretë takon Trepçës, e cila kalon e përsi prej 2-1 në seri dhe fiton edhe tani përparsinë e fushës vendase. Ndeshja e 4, finalja 4 do të zhvillohet të mërkurën në Minatori. Një shfaqje fantastike e Mitrovicasve në qerekun e tretë sidomos, kur edhe u thye ndeshja. Me 86, 24 me 25 në këtë qerek, 71 me 86, 15 pike përsi. Adhurues të basketbollit, pra lirisht mund të konstatojmë se më i merituari për fitoren e Trepçës sonte është Junior Maduti me 16 pik, 6 kërcime, 4 asistime dhe 2 topa të vjedhur. Drilon Hajrizi për Sami Hanterin atje e ngrite përsi në 71 me 88. Max Smith, Maduti është pranë tij, tentim për treshe, nuk ka shënim. Mikajlet Mushiqi do të kaloj fushën atje. Përshëndeten Adis Beqiragiqi, Sasha Jankovici, Gjeqaj, Biraj me Zeqirin, Behramin dhe Qaushin. I urojnë fitoren skuadrës Mitrovicas e Trepçës, kampionët aktual
nga -1 ndeshje e fituar, disavantazhi prej 0-1, kalojnë e përsi prej 2-1, pra e fitojnë për parësinë e fushës vendaseja. Wendell Green sonte mungoj, më të mirët e Trepça me 16 pikë, 6 kërcime, 4 asistime, 2 topa të vjedhur. Junior Maduti nga 13 pikë, Michael Green dhe Myers 11, Drilon Hajrizi, Saka dhe Sammy Hunter në anën tjetër, pra komplet peshja startuese e Bashkimit, shënoj pikë 2 shifrore, dhe shumë shpejt do të jemi edhe me intervistat e të dy trenerve.